Avokat, sot një nga çështjet më të rëndësishme që po diskutohet paktën apo për cilën palët po debatojnë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste është pikërisht vendimi që ka marrë Partia Socialiste për të ecur përpara me reformën territoriale pa Partinë Demokratike. Ka patur një reagim nga Partia Demokratike nëpërmjet nënkryetarit Luciano Boçi, i cili ka thënë që ne vazhdojmë të mbetemi pjesë, nuk kemi bojkotuar, por me Ramën nuk bashkëpunojmë, pak a shumë këto kanë qenë terminologjitë e përdorura. Si e vlerëson këtë moment, çfarë po kërkon, çfarë mesazhi kërkon të jap Partia Demokratike, e cila në një farë mënyrë ka paremëruar në datën 10 një protestë tjetër më të madhe se ajo që bëri para disa ditëve. Tani mënyra se si Partia Demokratike po qaset gjatë kësaj periudhe kohore, po them një muajin e fundit, tregon qartë kakofoninë e madhe në të cilën po bën politik kjo opozit, sepse njëherë përbetohet që nuk do bojkotojmë çdo lloj, le të themi, tryeze apo komisioni me Partinë Socialiste, herë tjetër përbetohet që hajdeni tani në shesh sepse kemi rrëzuar Edi Ramën, dhe pastaj mbrapa kur majoranca në pushtet i tregon dhëmbët edhe për shkak të numrave, sepse po mos kishte numra pastaj do ishte tjetër histori. Po duke qenë se i ka numrat, i tregojnë dhëmbët, i thon po desha hajde ta bëjmë bashkë, po duhesh edhe mund të rish aty ku je. Dhe kjo majorancë ka dhënë sinjale të mëparshme që nuk pyet shumë opozitën kur vjen puna për të marrë disa vendime të cilat qartazi i ka pasur mundësinë edhe për shkak të konjunkturave politike në vend, kjo kuptohet për fajt të opozitës, sepse numrat në demokraci ose në parlament janë thelbësore kur vjen puna tek komisionet veçanta apo dhe tek votimet veçanta. Ndryshimet në reformën territoriale normalisht kërkojnë një le të themi votim cilësues prej 3/5, që parashikohet praktikisht 84 vota. Partia Socialiste sot ka 83 që i ka të vetat, po të shtosh dhe ato 3 mandate që i ka Partia Social-Demokrate, e cila qartazi ka qenë në krah të Partisë Socialiste, bëjnë 86, kështu që nuk ka nevojë fare Partia Socialiste në rasti konkret, nëse do flasim për politik. Pastaj nëse do bijmë në rangun moral, shoqëror, që të ketë një reformë territoriale apo dhe zgjedhore të mirë qartësuar midis palëve, që të mos ketë nesër pas nesër, pastaj qasje si ku do kemi pasur gjatë gjithë periudhë kohore, pra nga 2015 ku miratua kjo reformë cilën ne kemi deri tani, sigurisht do i kishte qenë mirë, domethënë që të gjitha palët politike, të paktën ato që janë në kuvend, të marrin pjesë në këtë, le të themi, komision. Po shkojnë sepse nuk kanë çfarë bëjnë. E thënë në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Ata e kanë bërë të qartë nga Partia Socialiste, po serët e bëjnë vetë, kështu që nëse do duhet bëjnë të njëjtin gabim që bën 2014-2015 në kohën kur PD-ja ka pasur numra dhe më të mirë se sa kaq, atëherë le ta bëjnë funditës. Partia Socialiste ka dhënë një lloj ideje se çfarë kërkon të bëjë, kërkon që të shkojë të kthehet tek koha e para 90-s, e 60 vjet them unë, sepse kërkon domethënë që të ketë një strukturë territoriale me 36 bashki, si mund të ka qenë aso kohë me 36 rrethe, pak a shumë, e njëjta gjë. Këtë kërkon PD-ja? PS-ja. Këtë kërkon PS-ja. PD-ja ka kërkuar bashki. E ka patur shoku Ahmet përpara shokut Enver. Le ta ketë, kush do doj. Pak edhe si ka. Jo, po është shumë afër mbretërisë se sa diktaturës, po ti po flet për 100 vjet përpara. Që kemi ne. Ka pasur 100 vjet përpara kur shumë qytete nuk ekzistonin fare. Po, me 36. Me 36. Po tani se ekzistojnë se ka njerëz. Kjo, mira, falë se në hart kanë qenë. Falë se majoranca më patjetër. Po sigurisht, më fal aty, domethënë kuptohet se ku kemi arritur. 36 është varianti që ka çuar Partia Socialiste, pastaj aty ka debate të tipit që të zgjedhet me votim, jo vetëm këshilltarët, por edhe këto, le të themi, administratorët po e quajnë, apo edhe prefektët, pra të ketë një lloj demokratizimi të mëtejshëm të gjithë strukturës territoriale. Nuk e di se sa e qëlqyeshme është. Do e diskutojmë, mos futem, ajo që duhet kuptosh
Prapaskenat e kësaj përplasje. Ta bëjmë më të thjesht fare, domethënë kuptimin e të fjalës. Opozita tentoi në një mënyrë apo në një tjetër që nuk po them shantazhim se ka mundësinë për ta bërë një shantazh kur s'ke numra, po tentoi domethënë që të bënte opozitën përkundrejt qytetarëve shqiptar. Për të thënë domethënë që shiko me këtë majorancë ne sulemi, nuk bëjmë nuk ka. Ti me këtë majorancë në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha le të themi qasjet e reforma ti do duhet të ulesh. Qoftë dhe majoranca më e keqe e mundshme sepse ti nuk ulesh për majorancën, po ti ulesh për ata që të kanë votuar ty. Dakor. Berisha pati thënë që nuk ka bashkëpunim me Edi Ramën. Atëherë, nëse do i rrim Berishës, sot pse ka shkuar Berisha? Kur s'pas ka bashkëpunim me Edi Ramën. Dakor. Sepse kjo është pikpyetje e madhe. Dhe unë atë që të thash në fjalinë e parë, po ta rithem për ta mbyllur. Ka mos koherencë totale, kakofoni politike, pra një opozit që për mendimin tim do duhet të ngrihet në pozicionin që mbar. Ka patur në mbledhjen e mbyllur të grupit parlamentar të Partisë Demokratike disa deputet që kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit për bojkotin e reformave, asaj zgjedhore e territoriale. Sipas raportimit të gazetarit Osman Stafa, mes deputetëve që kanë kërkuar pjesëmarrjen në komisionet përkatëse janë Bledion Albati, Xhelal Mziu, Oerd Bylykbashi, Ina Zhupa, Tritan Shehu, Bledi Himçi, Eno Bozdo, Luan Baçi dhe Arjan Ndoja, të cilët kanë argumentuar se pjesëmarrja në procesin e reformës është e nevojshme. Domethënë 9 deputet për të qenë korrekt. Okej, po domethënë, po bëj pyetjen retorike dhe pastaj po e kaloj kolegët. Po më thën, Tritan Shehu dhe Oerd Bylykbashi dhe Ina Zhupa i kanë dalë kundër Sali Berishës. Te po më thua? Jo, unë po them çfarë po ndodh. Ti atë lexove. Ore. Sali Berisha ka thënë ne bojkotojmë çdo lloj reforme me Edi Ramën. Po, këto janë zëra që janë kundër. Që janë kundër. Ti unë po të ngrej pyetje retorike, po them Tritan Shehu, Ina Zhupa, Oerd Bylykbashi i pas kanë dalë kundër Sali Berishës. Këtë po më thua. Jo mos po them këtë, unë po them këto janë kundër bojkotit të reformave. Po si kanë dalë kundër? Po si kanë dalë? Po kanë shprehë qëndrimin e tyre që janë kundër bojkotit të reformave të madhore të vendit. Ti zot ti dalësh kundër Berishës, ti dalësh kundër Berishës do të thotë të shkosh në atë takim pa lejen e Okej. Berisha ka thënë që nuk duhet të shkojmë. Po. Këta thonë që ne duhet të shkojmë. Po. Dhe unë po të ngre pyetjen retorike thash. Tritan Shehu, Oerd Bylykbashi, ti the 9, po unë po të zë këta që kanë 9, po 9 që po i numrova se tash. Po unë po të zë këta 3 emra që janë duk qartazi më kundërshtar të thekur të zotit Berisha. Këta të 3 kanë dalë kundër Berishës, të po më thua. Ore, kanë qëndrimin e tyre, po jo se i kanë dalë kundër. Okej. Mirë në rregull. Denis, çfarë po ndodh, si lexon prapaskenat, sepse ka prej javës që shkojnë fakt që diskutohet territorialja, ka patur paremrime personalisht nga zoti Mazniku, nga kryetari i grupit parlamentar Balla, të cilët kanë njoftuar se nëse Partia Demokratike nuk bëhet pjesë, ata do ta ndryshonin në parlament madje për nesër bëhet fjalë. Kthehemi tek ajo që për fat keq është skena politike dhe edhe në këtë rast ne kemi Partinë Socialiste, e cila është lokomotiva e reformës, dhe Partia Demokratike që është kthyer tashmë në një shtojc. Pse e them këtë? Sepse çfarë ndodh? Pse ka rëndësi për PS-n fillimisht reforma territoriale dhe pastaj zgjedhore? Po ta shohësh nuk po bëhet ky debat për reformën zgjedhore. Por fokusi është te reforma territoriale. Sepse Rama është i qartë, kur të them Partinë Socialiste kanë fjalën për Ramën, nëse edhe ata që janë në PS kanë përshtypje janë si ata që janë PD nuk kuptojnë se çfarë po ndodh. Rama do një ndarje territoriale me shpejtësi, sepse do që kjo ndarje territoriale të jetë e gatshme për zgjedhjet lokale. Tani Partia Demokratike është në një fazë redi që nuk do donte asgjë, pra nuk do asnjë reformë, nuk do as zgjedhje fare. Po ta pyesësh për shembull PD-n, do zgjedhje lokale apo përgjithshme në këtë vend, me siguri ata nga brenda do thoshin nuk duan zgjedhje. Ka qëndrimin e tyre, duan qeveri teknike. Qeveria teknike është thjesht është një fjalë për të thënë. Pra, Partia Demokratike po të ishte interesuar për zgjedhje lokale, do ishte me vrap aty në reformë.
sepse kjo reformë i paraprin zgjedhjet lokale. Pa këtë reformë nuk mund të bëhen zgjedhjet lokale ose do kishim këto lloj sistemi që ne kemi aktualisht. Prandaj po them që prej vitesh PD-ja ka humbur atë që është, si thua, misioni i saj kryesor, që të jetë poli i barazvleshëm me polin e PS-s. Tani kemi një pol të madh që është PS-ja dhe kemi një pol të vogël që shkon nga pas polit të madh. Ose forca e rëndesës është PS-ja. Tani dhe PD-ja s'ka nga vej, jam dakord me atë që thotë Leonardi, që PS do jetë detyruar të shkojë tek reforma e PS-s. Asgjë tjetër. Kemi edhe polin e Bashës. Ku ka Bash? Okej, ajo është tjetër gjë. Poli jo, skuadra e Bashës. Basha është Mos e kish kupton. Shiko, Basha është me pushime. Njerëzit e tij brenda Partisë Demokratike. Ajo që është edhe një herë për ta mbyllur këtë, pastaj mund ta diskutoni. E ka Bashën për emrat që dolën. Emrat. Kjo emra pastaj është një lojë e doktorit. Këtë do ta themi. Sepse doktori tani e di që s'ka nga t'ja mbaj dhe do një mekanizëm për të dalë nga kjo situatë dhe do thotë që për shkak të zërave kritik që ishin mund të ishte demokrative. Mund të ishte demokrativ, por edhe një herë. Sa që nuk janë të tillë. Tani se ka vendos Tritanin aty, mban herë. Problemi është që janë të gjithë të tillë tani. Edhe Gazmend Bardhi që në fillim tha nuk ka vendim për bojkot, pastaj u torroi që jo, po e di kryetaria të punë, kështu që të 50 deputetët që janë sot në PD, 50 ka apo 49, Leonard? 40 ka. 40 ka. 40 janë PD. Në PD. Të 40 janë të Berishës. Pra, sot jemi në një fazë që PD-ja, nëse deri dje impononte reforma Redi dhe ky është lajmi i keq, se përtej shakas. Kur them impononte, pra ishte faktor për reforma. Thjesht tani ka mbetur të ulet aty te Rama. A nuk është kjo një fatkeqësi e madhe, Denis, që një parti politike, se kjo ndodhi edhe në 2019, domethënë, ka një le të themi, ajo që më bëri përshtypje është që nuk ka asnjë zë nga faktori ndërkombëtar e cila të bëj thirrje që në këto reforma, sepse janë reforma bipartizane, duhet jemi të qartë. Bipartizane një parti politike t'i ndërmarrë këto e vetme sepse thyen ato që konsiderohet pluralizmi politik. Bipartizane që t'jemi të saktë. Bipartizane, një parti politike të ndërmarrë reforma të tilla duke shkelur parimin e bipartizane të bën vota. Në momentin që ti s'ke vot, je një partizan të bën sistemi politik. Po, ke një mazhorancë, ke edhe një opozit dhe ti s'mund të vendosësh rregullat e lojës pa opozit. Rama ndryshoi kodin tani penal që tha po parkove dysh të hash burgun. Ndodhi gjë? Peti ndonjë element të opozitës që mund ta frenonte? Ore gjithsesi. Po të frenon vota mo, po kaq është thjesht. Jo. Po ajo kjo lidhet drejt për drejt me rregullat e lojës. Jo, do ndryshojmë tani këtu. Kjo lidhet me rregullat e lojës. Do të cilë fakt. Lidhet me demokracinë, lidhet me sistemin politik. Në vitin 1998, kjo PD, ky lider bojkotoi kushtetutën o zotëri dhe nuk e pyeti kush. U bë një draft kushtetues pa Dakor, kjo tani kushtetuta është më e rëndësishme se një reformë. Po jo, po kush më e rëndësishme? Po them unë po. Ora edhe një herë po them, prandaj duhet që në demokraci të kesh performancë, në mënyrë që Ramës mos t'i lësh mundësi të shkojë te 84 vota. Në momentin që ai shkon te 84, ai ndryshoi edhe kushtetutën, më çfarë ndodhi që ndryshoi kushtetutën? Kishte numrat e gjeti. Po patin mbështetje ndërkombëtare, ta vulosi Yuri Kim në atë kohë. Ndryshoi kushtetutës. Po me rregull. Rregull është kush. Kjo është po normale nuk është më që një parti politike ti bëj vetë rregullat e lojës, normale nuk është që një parti politike bie nga këtu shkon këtu. Po jo pra, po edhe pse është në opozit. Kjo është normale. Duhet t'ia lejoj. Është më thjesht se kaq. Se janë bashkë, pse lodhen ju? Kjo variantet bashkë këtë elaboron Floger dhe mirë. Po, Floger, si e shikon këtë përplasje në këtë dritë? Po nuk ka përplasje më burr. Domethënë ata luajnë atje që ne ta shohim si përplasje. Ke parasysh Big Brotherin? Ty duket sikur ata në Big Brother do vriten me njëri tjetrin, në fakt nuk ka fare luftë vërtet. Ka vetëm një kusht Sali Berisha ndaj Edi Ramës o Red. Dhe kushti është shumë i thjeshtë. Bëj çfarë të duash në një farë mënyrë, por vetëm të mëdhej të mbetemi ne. Kupton? Pra do e bëj me 30 bashki,
do e bëj me 40 bashki, me 35 bashki nuk ka asnjë lloj rëndësie fare. Do e bëj me 100 deputet, a do e bëj me 97, a do e bëj me 103, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është që në finale të mëdhejt të mbetën këta. PD-ja dhe PS-ja, Rama dhe doktori. Ky është thelbi. Tjerat pastaj janë zhurmë që polarizojnë shoqërinë dhe sërish ju shkon në shërbim këtyre, që këtu ka prap dy palë, Rama dhe Berisha. Pra, në momentin që nuk ndryshon sistemi dhe status quo-ja, ku këta mbetën njëri i pari, tjetri i dyti në podium, tjerat janë të parëndësishme. Domethënë, se unë nuk jam nga ata që kam dëshirë të them nëpër studio, kjo është e mira, kjo është e keqja, unë jam me të mirën, këta janë me të keqen. Unë bëj analizën e qëllimeve. Analiza e qëllimeve është shumë e thjeshtë. Doktori dhe Rama, dhe ti të paktën që e njeh mirë edhe i njeh edhe partitë nga brenda, nuk e bëjnë negociatën në tavolinë, e bëjnë poshtë tavolinës. Pra unë them që këta reformën territoriale dhe pjesën tjetër të sistemit numrit mandateve, më thash, e kanë mbyllur me njëri tjetrin. Rama tha duhet ulur, doktori tha dakord, doktori tha duhet tha dhe një dhomë senatorësh, Rama, Balla, ku diun thanë pse jo. Pra e hodhën publik, e matën pulsin. Kjo ishte para Ballukut. Para Ballukut e para medaljen dhe Berisha këtë po thotë. Okej, po ishte pas Velijajt, ishte pas Ametajt, ishte pas Tahirit, ishte pas Kokës, ishte pas Tit, ishte pas aty. Po ja do kaloj dhe Balluku dhe që janë këta tjerë dhe do vazhdoj prap jeta më burse, sikur ndodhi apokalipsi. Jo mo, kështu thamë për Velijën, kështu thamë për Lefterin, kështu thamë për Kokën, kështu thamë për Beqen, këtu janë me dhjetra, nuk është një. Pra nuk ndryshon asgjë në thelb. Është Balluku, s'është Balluku, është ky, s'është ai, këta sistemin do e mbajnë kështu. Nuk ju intereson të ndodhi ndryshe. Radikalizimin Sali Berisha e ndërmori me njëherë pas Ballukut. Që do të thotë që këta në thelb nuk duan të ndryshojnë sistemin. A do Berisha, dhe kjo është bashkëqeverisja e tyre, a do Berisha që të ndroj vend me Ramën? Patjetër more. A bën çmos që ta realizoj këtë? Patjetër more. Por mes të qëndruarit në opozitë i dyti dhe ndryshimit sistemit, do zgjidhte gjithë jetën këtë të parën. Më kupton? Pra ai do përdori çdo instrument dhe çdo aksident të kundërshtarit për të arzuar atë dhe për të kaluar ky në vend të parë numerikisht. Por asnjëherë nuk do kaloj vjen në kuqe që është sistemi. Që të bëjë një sistem të hapur, më demokratike, më thjeshtash, që të ketë mundësi dikush të depërtojë dhe të çajë sistemin. Këtë nuk do ta lejojnë ata. Dhe kjo nuk është dëshira ime, që të kuptohemi. Ky është leximi im. Qëllimi që unë lexoj tek ata, tek ajo që bëjnë doktori dhe Rama, ajo është krejtë natyrshme që këta të bëjnë reforma në funksion të interesit tyre elektoral. Unë them që ti që e di si funksionojnë këta, o miku im, ti mendon se reforma reale dhe negociatat reale janë kur del Luciano Bocci dhe Taulanti flasin për kamrat, ajo quhet propagandë ose ku diun politik. Negociatat reale bëhen atje ku nuk i sheh njeri. Dakor, a jemi te negociatat ende apo jemi tek një ndarje finale? Është presioni politik që bëhet publikisht nëpër media dhe nga ana tjetër paralelisht negocimi nën tavolinë. Dhe sigurisht ata kanë negociuar dhe kanë rënë dakord për disa piketa që janë jetike për secilën palë, dhe pastaj pjesa tjetër kapshat kapësh, por nuk është thelbësore, domethënë. Si vajtën nuk ka, se ka një gjë. Në kushtet që janë Partia Demokratike, unë mendoj se duhet ta bojkotoj, sepse nuk ka çmerr. Gjën që do dhe e ka të marr është fakti që nuk ndryshon sistemi. Dhe do ngelet parti e madhe dhe do ngelen këta të mëdhenj. Pjesa tjetër nuk do arrin dot me socialistët, sepse këta do kërkojnë një gjë, socialistët një gjë tjetër, nuk do bien dakord. Në qoftë se do e pranojnë tani që flasim, nuk do bojkotojnë, po do shkojnë te komisioni, për mua do tregojnë që janë të dobët. Mjafton dalin një herë Taulanti, një herë Arbiani ti kërcënojnë në televizor dhe këta shkojnë vrap te komisioni. Për çfarë? Në qoftë se bëjnë këtë, pra që hanë këtë presion, nuk do dalin më në shesh.
Avokat, po. Jam shumë dakord me pjesën që elaboron qoftë dhe Denisi dhe Flogeri. Ka vetëm një gjë. Tani unë po e marr të mirëqen o Floger që PD-ja po tenton për të bërë forcë e parë politike, sepse për atë punë është aty. Po. Po flas teorikisht. Po. Pastaj po ti futem asaj analizës që ti the që këta janë bashkë. Bashkë për sistemin, që do të jetë i pari doktori dorë. Po ti bashkë bësh, po ti kur e kupton domethënë që është vetvrasje për ty, pastaj unë nuk e di se çfarë është kjo bashkë. Po ajo tjetra nuk është, ajo tjetra është vetvrasje shumë më shpejt. Po shikoja pak një gjë atë në këtë idenë që kanë hedhur socialistët për punën e 36 rretheve e bashkive. Dhe vërej nga gjitha këto, po të thesh kështu: Berat, Bulqiz, Delvin, Devol, Dibër, Durrës, Elbasan, Fije, Gjerkasa, Gramsh, Has, Kavaj, Koloj, Korç, Shkruj, Kuçov, Kukës, Kurbin, Vlorë, Tropoj, Tiranë, Tepelen, Skarpar, Shkodër, Saran, Puk, Pogrades, Përmet, Peqin, Mirdit, Hast, Mallakastër, Lush, Librash, Lezhë. Parë gjitha këto, pra këto do jenë bashkit. Parë gjitha këto, mua më bën gajle që PD-ja me gjithë të listë kështu, po e paragjykoj totalisht, po thjesht po nisë nga çfarë është fakti i sot. Bëj një prognozë. Një prognozë përveç Shkavajës. Edhe atë me dyshim. Mirë, dakord, po ta le, po gjithsesi unë po them përveç Shkavajës, që besoj domethënë që çfarë bëjmë sipas ti? Hajde bëjmë Kavajën në 4 bashki, synej që janë ato dhe themi që fitoi PD-ja 4 si numër. S'më kuptova këtë që desha dal. Do të thotë domethënë që në qoftë se opozita po bie dakord për këtë gjë, në heshtje apo jo, atëherë kjo për mua është vetvrasje. Dëgjoj mua, opozita di një gjë, që e ka debat të humbur. Po. Ku diun një bashki e vogël, Libohova. Okej. Ka 3000 banor. Po. Është bashki. Tani, atje nuk gjet 30 veta me çun punë. Fjala vjen. Pra ka një sens logjik se si bën bashkit më. Nuk mund të ketë një bashki si Tirana me 800.000 banor dhe një bashki si Libohova me 3000 banor. Okej. Më kupton? Po. Pra në këtë kuptim, PD-ja e ka debat humbur dhe e di që ajo që propozojnë socialistët është duhet bërë. Jo se propozojnë për mua, unë për shembull jam një teori tjetër që e kam mbështetur dhe e kam patur në mendje, po e kam dëgjuar edhe nga Manjani për shembull. 24 bashkima, a jemi 2.4 milion njerëz. Sipas censusit, duke e marrë të vërtet censusin, që unë besoj se jemi sa më pak, po çon si ka 24 bashkima, se nuk mund të kemi bashki një me 3.000, një me 800.000. Jo, pra ka një zgjidhje, PD-ja ka dhënë një zgjidhje tjetër, pavarësisht se ata nuk din ta elaborojnë më. Sepse ata merren me cicmisë dhe nuk merren me thelbin. Propozimin që unë i kam parë nga teknicianët, jo nga këta harbutët politik. Po. Që dalin vetëm për të bërë llafe, është 92 bashki, por me 2 ndarje të fuqishme. Pra, tani termat mund t'i gjesh si duash, bashkit vogla e bashkit mëdha. Pra, që ti të kuptosh rëndësinë, që të japësh rëndësinë dhe bashkisë Hasit, apo asaj të Libohovës që ti dhe, po dhe bashkisë Tiranës të japësh rëndësinë, domethënë në krahasuar. Zgjidhet me votë të dyja, po. Po. Dhe i bën siç e ka Franca. Po ashtu duhen. Që ka në dy. Ashtu duhen më pak bashkim Leonard. Jo, nuk të duhen më pak. 35 bashki. Të lutem, për shembull, në Dibër, nuk ka më Bulqiz Dibër, po ka vetëm Dibër. Po kjo do ishte e gabuar, këtë po duhet të shpjegoj. Po më gjej një sekond, prandaj po them. Ideja e PD-s është të ketë 12 super bashki, që janë qarqet sot. Po, që janë qarqet sot, 12 super bashki, dhe pastaj 80 të tjera, të cilat jenë bashki me një numër të bashkërenduar pak a shumë territorialiteti dhe populate, me qëllim që ti të kesh mundësinë që ti jesh sa më parë afër qytetarit. Pse po e bëjmë? Ne vërtet nuk kemi akoma infrastrukturën e domosdoshme në përvend, nuk po flas për Tiranë, Durrës, Shkruj, po flas për qytete, për rrethet tjera të cilat ose për bashkitë tjera të cilat kanë akoma largësi shumë të mëdha, qendra e bashkisë me pjesën që mbulon si territor. Shkon ai tjetri për një hall të vogël apo për një gjë, domethënë do të lë gjithë ditën ai për të shkuar aty në për shkak të largësisë që kanë, distancave. Dhe ti nuk ja jep shërbimin atij asaj bashkisë. Po të zë një rast konkret. Bashkia Shkodër fillon në Velipoj, poshtë dhe mbaron në Vermosh. Po do jenë njësinë administrative, ma ato nuk do bien. Po njësive administrative ti do t'u japësh fuqinë ligjore. Futemi dhe për modele, po ajo që më intereson është... Nxora këtë për të treguar që këta nuk bëjnë debatin se territoriale, nuk është
politike, është më shumë teknike se sa Debati politike. ka të bëjë me këtë që tha Flogerti, që këta Ato ruajnë kanë- bipolaritetin. Atë po më nuk Të di. ruajnë bipolaritetin. Nuk mund të thosh atë njëjtë gjë që po thot Flogerti, tani Jo, unë nisa jo, pjesën time. Shkatrojnë, Ora është dakord me shumë atij, dakord. është kota. Jo, këto ruajnë, jo, dua të rri në këto terma, pa këto ruajnë bipolaritetin dhe shkatrojnë partitë e vogla, se normalisht tani që një parti e vogël në një parlament ka me mbetur 100 që nga deputet, partitë e vogla. të shkojë. A nuk është dobësi që ti thua nuk do shkoj dhe shkon? Po sa pa e thash Ti më duhet të Flogerti. shkuar që në fillim dhe ta demaskoje, ti thoje e kuptoni qytetar, bla 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 bla. Po, bla. pra, dhe unë jam me këtë, Ta ama. ndoshta miku im kanë bërë kalkulimet e tyre. Po, edhe bëjnë gjëra si kur po bën si me 92. si me 30, Si me 30 ne e dim se çfarë do bëjmë. atë që thuhet do marrim, kështu që nuk lodhen fare dhe dakord, po nuk Jo, po jo. kanë presionin tani. Nuk e kam unë atë nuk lodhen fare. Se ata vërtet mund mos marrin asgjë më, se i kanë numrat PS-ja. Dhe PS-ja nuk i ka numrat për vetëm për qajnë hallin njerëzve, thua? Jo, ata duhet të dalin, e kanë detyrim ata. Për 500.000 apo për votues të tyre kanë detyrim që të thonë, shikoni, propozimi ynë është ky, 1 2 3 4. Po këta nuk na i pranojnë. Po ti duhet t'japësh alternativën tënde. Po dhe po se Edhe nga pranon, presioni ata ti publik nuk nuk e të kapësh voton. diçka. Po nuk ka rëndësi, po ti duhet t'i japësh. Është. Po ti duhet të thuash edhe te kodi zgjedhor. Ne jemi për këtë kod. Po ata nuk e domethënë, ata nuk e flasin merr Kanë bazën rënë e tyre. dakord me Ramën, i kanë thënë Ah, gjë, pra, nuk po vim. a mbylli Se fare. ti je regjim, ti Ah. po je si do vecën e dakord Jemi me ty. Po siç e ka bërë Basha në 2015. Po, pra, kjo është historia, pra. Pra këta po tallen Deni- prapë se prapë me këtë Një me koment njerëzit për e këtë tyre, se kaq do që them të avokatit për disa çështje që lidhen pikërisht me ato që komplikojnë dhe situatën për sa i përket reformave me vallukun. Jo, tani PD-ja me sa duket është në një fazë radikalizimit veprimeve që mund të shoqërohen me protesta qoftë edhe të përditshme dhe i duhet një Do kaos. dalim tek PD-ja për ta Nuk trajtuar. po shkoj aty, më po pas, i duhet një kaos, një kaos që do të shkon edhe një herë ose do të kërkojë vëmendjen e opinionit publik. Dhe një nga këto kauza është dhe reformat, 2 reforma të rëndësishme, sepse orientimi normalisht është që reformat të bëhen bashkë. Por shoh që Rama kësaj radhe është i vendosur për këtë arsye se shumë shpejt gjërat mund ndryshojnë edhe në raport me mazhorancën. Kështu që nga kjo pikpamje ai do t'i mbyllë këto projekte e Po tij. e thaj, deri në 2027 do t'i mbyllin e para Pikërisht e pra, mojnë. dhe është PD-ja, s'është PD-ja, ai i ka numrat. Për sa kohë i ka numrat, nuk ka faktor ndërkombëtar që ta ndalojë të paktën. Jo, po Një- mbaj një- qendrim faktorin një lajm i mirë ndërkombëtar, se është- për ta ndaluar se Një ndalon. lajm i mirë është që paktën SPAK-u në një farë mënyrë do vazhdojë të qëndrojë siç është, sepse lajmi i javës kaluar ishte një lajm interesant që mund ta analizonin. aty do dalim. Ajo që tentativa e komisionit Xhava për të shkuar dhe që u kthye, u pranua në komision nuk u pranua nga SPAK-u. Kjo, pra, kam përshtypjen, unë përshtypja ime është kjo, që faktori ndërkombëtar te SPAK-u do qëndrojë solid i pa lëkundur. Te reformat e tjera nuk ka çfarë të thot, pra ai sa shef që le themi bojkoti i PD-s është i pa arsyeshëm. Tani mos zotëri, a paguhesh për atë ti? Apo jo, mo Leonard, a paguhen ata? Po. Shko me aty në komision. Po s'është pa. Madje marrin shtesë page për pjesëmarrjen në komision. Kërkon që Rama të mos i bëjmë një mbrojtje kaq hapur. Ore, çfarë lidhje ka rasti Ballukut me reformën? Jo. Për Ballukun qëndro siç je. Për reformën i fleksibël sepse reforma nuk i shërben Ballukut reforma. As Ramës, reforma i shërben qytetarëve. Dakor, po. Nuk ka asnjë lloj, shiko, ata nesër mund të dalin dhe në ku diun të bllokojnë bulevardin dhe të thonë ne jemi këtu s'merrem me reformat. Po Rama ka për t'i bërë të ka treguar që Rama Ta mund të lënë dhe mandatet, mos u kanë bërë. kur do po i la mandat më keq, se do ndryshojë edhe kushtetuta fare, e bën e mbyll. 16 shkurti. Unë mbaj pavarësisht këtij ping-pongu dhe Berisha e di këtë. Rama ka një ndryshe nga liderët e tjerë socialist, ka një le të themi një rezistencë shumë më të madhe dhe ka thënë me mua Berisha hasi shara me goshdën. Pra, pse ka thënë këtë? Sepse po ja dha truri siç thot populli, ai do ta bëjë reformën. Përshtypje, është faktori ndërkombëtar që hesht. Ta thash pra, faktori ndërkombëtar është faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar heshti në 2019-ën, faktori ndërkombëtar heshti pastaj në 2020-ën. Të paktën deri tani për SPAK-u nuk ka heshtur faktori ndërkombëtar. Jo, kjo është e vërtet. Po ky është thelbi aty, ky intereson. Kjo është e vërtet. Dhe SPAK-un e ka parë vendimtar për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka një lexim.
Po mirë, Politik. prandaj po them pra, edhe Rama nuk është i guximshëm se ashtu vërtet, mendon. e vërtet. Ai është ku shef rrethanat që këtu nuk ka, le të themi, presion ndërkombëtar, shkon përpara. Avokat, po Një vetëm fjali- shkurt një se- fjali për këtë dhe pastaj e mbyllim. Kalojmë te balluku pastaj. Po, tani faktori ndërkombëtar që e thoni domethënë kështu me tamtame të mëdha. Ka vetëm një gjë, më burro shumë e rëndësishme kjo që faktori ndërkombëtar shikon Majtas dhe Djathtas. Majtas është Edi Rama. Është në pushtet, është kryeministër. Ka 83 mandate sot. Djathtas është zoti Sali Berisha, non grata. Mirë, pra, kjo është tjetër element Tani, që favorizon Ramën. Është shumë e rëndësishme kjo Po, pra. mërbur. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Tani pyetja foshnjarake po duhet quhet e ti, është kjo, o zotëri, për çfarë do ngrihem kundër Ramës, se nëse do bie Rama këtu do vinë një non grata. Do ta pranojmë këtë non gratën. Sepse ka dy gjëra, ose duhet i heqin Sali Berishës non gratën, ta amnistojnë në këtë raport dhe ta bëjnë faktor. Lindi është në Amerikë, ta dish. Po bravo, të lumë se ky i ka qef të gjëra, ose ndryshe tani nuk do merrim më me këtë histori se është e tushme. Qor për qor tha e kam në obor. Për qor maja qor që kam se të marr një qor tjetër. Pra nuk ndryshohet një e keqe e madhe me një të keqe tjetër.